Allahu na ruaj për fitneve të cilat I paraprin shenjat më të kiametit. Ato fitne rrezikojnë dinin e njeriut, imanin e njeriut. Njeriu gëdhihet besimtar, mu'min. Sabah gëdhihet qohet besimtar, në zan terri, jo besimtar në rënfen. Bjen mbrëmje, në zan mbrëmja, musliman besimtar, sabah qoje besimtar. Derdhe gjakut pa hesab. Nuk din kush pse po vret, kanë po vret. As nuk din çka në hadith, ai që po vret, pse po vret, dhe asaj që po vritet, pse po vritet, nuk di kërkush. Qaq luftrat pa kuptimta, aq shumë gjak derdhet mes njerëzve. La ilaha illallah. Sa që vjen një kohë dhe njeriu kalon pranë varrezave. Bukfalisht kalon pranë varret të vllat vet. Vlla, për ta afërmit vet, vllat, pinone pe baba, migjes, vllat vet, ta afërmit vet, shokët vet. Dhe thot lejteni mekanik, I lakman atit vdekunit, dhe të mirën që kanë vendin tënë. Pra vjen një kohë ku nuk e kanë veten, nuk e kanë të që ka dik, për kanë veten që s'ka dik. Njerë nuk e kanë veten për s'ka dik, nuk e lakman të vdekurit pa kanë në zërt madh. Shtohen gratë, pakohen burrat, që nuk kupton vriten burrat, në për luftra. Mund t'jetë edhe elementi I shtimit I grave në lindje, mund t'jetë, nuk ka zërë për Zotin, por aferja bën vrasja. Vrasjet e shumta, sa që një burr detyrohet 40 gra mu kujdes për to. Hadithi është 40 gra ngajnë mas një burri. Ai kujdeset për to. Është nana, hallën, tezja, vajzat e veta, motrat e veta, gratë e huja, se s'ka kush kujdeset për to. S'ka kush kujdeset për to. La ilaha, fitne. Kështu që qasjell kohën tarme nuk e dim, por bota është në sosën. Allahu na nxjerr prej dunjas me faqe të bardhë. Amin.